Një aktivitet me vlera të larta kombëtare dhe bashkuese u zhvillua në kuadër të konferencës së diasporës 2025 me temën Kosova lindore, dje sot dhe sfidat e së ardhmes. Takimi mblodhi përfaqësues nga komuniteti shqiptar në diasporë, personalitete të shquara dhe drejtues institucionesh për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të diskutuar për të ardhmen e kësaj zone me rëndësi historike. Gjatë konferencës u ndan dhe çmime nderi për kontributet e veçanta në mbështetje të çështjes kombëtare dhe identitetit shqiptar. Me këtë rast u shprehën mirënjohje organizatorëve, zotit Granit Muçaj, presidenti i Federatës Kombëtare të Shqiptarëve në Itali, dhe zotit Dritan Ferhati, presidenti i Shoqatës Kulturore Vatra Shqiptare. Pjesë e këtij aktiviteti përfaqësues ishte edhe kryebashkiaku i Belçit zoti Arif Tafani, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me diasporën, promovimin e vlerave kombëtare dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve shqiptare kudo që ndodhen.